Nuk është një skenë e panjohur për fat të keq, që prej vitit 2017 në lulishten bregdetare të shëtitoris Taulantja është vendosur një ansambël monumental me 2 gladiator, vepër e skulptorit Janaq Paço. Por, her pas here, vepra gladiatorët në sfond është dëmtuar. Kjo vepër me simbolik historike për tursi dhe vizitorët e huaj që preferojnë bregdetin, konstatohet se është dëmtuar përsëri. Njërit prej gladiatorëve i kanë dalë hekurat në dorë, sepse ka pësuar dëmtime. Pamjet e marra nga operatori Altria në televizion tregojnë dëmtimet e pësuara të veprës. Është e disata herë që dëmtohen veprat gladiatorët. Madje nuk është e vetmja, pak ditë më parë, skulpturat e yjeve të muzikës pop, pak metra më tutje, u dëmtuan. Monumentet janë atraksione turistike dhe padyshim që kërkojnë vëmendje dhe kujdes. Ajo çka ndodhi si problematike me monumentet ka qenë pak kohë më parë, pasi vepra ish parashikuaj që të derdhen në bronz. Projekti i arkeologut të Durrësit Vangel Toçe ishte që vepra të derdheshin në bronz, por ato janë derur thjesht në çimento, e cila edhe pa dëmtime që shkaktohen nga persona të papërgjegjshëm, dëmtohet nga agentët atmosferik. Por rasti në fjalë ka të bëjë me një dëmtim me dashje.